Historia prekse e gjyshes nga një fshat i Fierit ndërtoi një familje me 32 antar, por ajo sot jeton e vetme me shpresën se nesër do t'jetë më mirë. Në një fshat të qetë të Fierit jeton një grua e moshuar, e cila dikur shtëpinë e kishte plot me zëra fëmijësh, niprish dhe mbesash. Jeta e saj ishte mbushur me sakrifica, punë dhe shumë dashuri. Bashkë me bashkëshorti ngriti një familje të madhe që sot numëron 32 antar. Por ironia e jetës bëri që pas gjithë atyre viteve të përkushtimit ajo sot mbetet vetëm, krejtësisht e vetme. Fëmijët u larguan jashtë vendit në kërkim të një jete më të mirë. Ata luftojnë çdo ditë me vështirësitë e migracionit. Ndonjëherë harin ta ndihmojnë nënën e tyre, ndonjëherë jo. Jo sepse nuk e duan, por sepse edhe vetë mezia dalin të mbajnë familjet e tyre. Gjyshja e kupton këtë më së miri, më mirë se kushdo, dhe nuk dëshiron që t'u bëhet bar. Le t'jenë mirë ata, unë do të mundohem vetë, thot ajo me zërin që i dridhet. Edhe pse vitet kanë rënë mbi supe, edhe pse sëmundjet i kanë dobësuar trupin dhe ilaçet shpesh mbeten pa u bler për mungesë parash, ajo zgjohet çdo mëngjes herët, mbledh perimet që i rit me duart e saj dhe del në rrugë për t'i shitur. Çdo domate, çdo kastravecë dhe çdo tuf majdanozi nuk është thjesht një produkt. Është prekja e saj për të siguruar bukën e ditës dhe ndonjëherë ilaçet që e ndihmojnë të përballojë dhimbjet. Pleqëria e ka bërë çdo hap më të rënd. Duart nuk kanë më forcën e dikurshme, ndërsa këmbët lodhen shpejt. Megjithatë, ajo nuk dorëzohet, punon sa të ketë frymë. Shumë njerëz e kanë pyetur pse nuk shkon të jetojë pranë fëmijëve jashtë shtetit, dhe përgjigjja e saj e thjeshtë por prekse ka qenë: kam lindur këtu, kjo tokë më ka rritur, këtu kam kujtimet e jetës time, burrin tim, prindrit e mi, nuk mund ta lë vendin tim. Në shtëpinë e saj mbizotron heshtja, muret ruajnë kujtimet e viteve kur obori gumzhinte nga fëmijët dhe tryeza mbushej me njerëz, por sot ka mbetur vetëm fotografitë dhe pritja e një telefonate që e gëzon për disa minuta. Historia e gjyshes nuk është vetëm historia e një grue të moshuar, është historia e shumë prindërve shqiptarë që sakrifikuan gjithçka për fëmijët e tyre, i pan të largoheshin për një të ardhme më të mirë dhe sot jetojnë mes vetmis, kujtimeve dhe shpresës. Ndoshta pasuria më e madhe nuk është të kesh një familje të madhe, por ta kesh pranë në vitet kur ke më shumë nevojë për një dorë, një përqafim apo thjesht një fjalë të ngrohtë. Nëse kjo histori ju preku, ndajeni me miqtë tuaj, ndoshta do të na kujtojë të gjithëve se një telefonat, një vizitë apo ndoshta një përqafim për prindrit dhe gjyshrit tan mund të vlejë më shumë se çdo dhuratë tjetër.